Kombëtarja e Shqipërisë po ndërron botrorin e vitit të ardhshëm në Amerikë, pasi triumfuan 1-0 përballë Serbisë në Leskovac, ndërsa aktualisht mbajnë vendin e dytë që të dërgon në play-off. Goli i Rej Manajt në pjesën e parë emocionoi të gjithë. Presidenti i FSHF-s Armand Duka dhe trajneri i kombëtares Silvinho u takuan në tunelin e stadiumit që të dërgon tek dhomat e zhveshjes. Pamjet u bën virale dhe Duka zbuloi në një intervistë pas ndeshjes se ishte përlotur bashkë me trajnerin brazilian. Trajneri Silvinho mbajti një fjalim përpara të gjithë lojtarëve duke i thënë se është momenti i tyre për të festuar, një gjë që ata e bën pa u menduar dy herë. Tashmë Shqipëria është vetëm një hap larg kualifikimit historik për në play-offin e një kampionati botror. Pas fjalimit ata filluan të këndonin edhe osa mirë me e qenë shqiptar. Shqipëria mposhti Serbin me rezultatin 1-0 në stadiumin Dubocica të Leskovacit. Ishte sulmuesi Rej Manaj ai që ndezi festën kuqezi, duke shënuar një super gol në minutën e parë shtesë pjesës së parë. Festa e Manajt me simbolin e shqiponjës dy krenare në zemër të Serbisë ishte një moment që do të mbahet mend gjatë. Ekipi i trajnerit Silvinho, pavarësisht presionit dhe thirrjeve tensionuese nga një numër i kufizuar tifozësh vendas, arriti ta menaxhojë me heroizëm rezultatin deri në fund, duke treguar një mbrojtje kompakte të udhëhequr nga Tomas Strakosha. Kjo fitore i jep Shqipërisë mundësinë të ndërrojë për kualifikimin në botror. Kuqezinjt ngjiten në kuotën e 11 pikëve në vendin e dytë të grupit K, duke lënë pas Serbinë me 4 pikë më pak.